Përshëndetje, jemi në podcastin në Radar. Ditën e sotme të flasim për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Me ne është bashkuar juristja Alesia Balliu. Zonja Balliu, faleminderit shumë që jeni me ne. Një garë e brendshme brenda Partisë Demokratike, ju nuk ishit pjesë. Keq ardhi? Faleminderit për ftesën. Një farsë e radhës do ishte faktikisht etiketa e duhur, sepse një parti politike në të cilën mungon në mendimin ndryshe, atëherë do të thotë që është kthyer në një izolim ndaj vetes saj dhe më pas edhe ndaj opinionit publik. Nuk diskutohet. E ndjet këtë lloj izolimi? Ju tentuat të ishit pjesë e garës, tentuat në çdo lloj mënyre, keni shfrytzuar mediat për të dhënë të gjitha qëndrimet tuaja, por nuk u janë lejuar qëndrime që të jepni brenda forcës tuaj politike apo jo? Liria e mendimit ndryshe është thelbi i demokracisë faktikisht. Dhe në momentin kur mungon pa diskutim që ka vakanca, dhe këto vakanca nuk është se ndihen vetëm tek individët që nuk garuan, që jam unë edhe kolegët e tjerë, por tek demokratët, të cilët ishin më të pashpresë se kur dhe më të palumtur se kur, ditën që u bë farsa e radhës në Partinë Demokratike, pasi pas kësaj farse nuk ka më të ardhme dhe pa diskutim nuk ka më idealistë cilët luftojnë për kauzën, por ka vetëm pazare okulte të cilat i shërbejnë vetëm klanit kryetarit. Ju thoni fars, e cilësoni procesin fars apo dhe rezultati? Mendoni që pati manipulime? Tani është procesi farsë në radhë parë, sepse procesi pa diskutim që do ishte i manipuluar. Sot që flasim, Sali Berisha nuk e votuan as 5.000 antarë të Partisë Demokratike. Nuk e kanë votuar as 5.000 antarë që votuan Besar Xhaferin për kryetar të Forumit Rinor. Kështu që Sali Berishën kanë qenë apo nuk kanë qenë diku te 4.000 vetë, të cilët kanë qenë aty për shkak të detyrimit dhe jo nga bindja se Sali Berisha do të sjellin pushtet. Edhe pa diskutim mos pjesëmarrja masive ka qenë një shuplak për Sali Berishën dhe ka qenë një përgjigje për mungesën e alternativës, për mungesën e mendimit ndryshe, për mungesën e garës, për mos respektimin e të drejtave themelore të çdo individi i cili donte të garonte në Partinë Demokratike. Ju si jeni duke proceduar në këtë lloj kohe? Ju keni dalë shpesh në media, keni shprehur qëndrimet tuaja, keni dalur kundër leadershipit të Partisë Demokratike, cili është hapi i radhës si Alesia Balliut? Atëherë unë do të vazhdoj betejën time me demokratët në terren, me ato të cilët realisht duan një ndryshim real të klasës së vjetër politike, të xhaketave të vjetra, për t'i sjellur pa diskutim shqiptarëve një alternativë të re të djathtë, një të djathtë më të fortë, më të bashkuar, më europiane, më pro drejtësisë, por mbi gjitha më pro demokratëve dhe interesave të tyre. Një djathtë reale, dinjitoze që të mund t'i përfaqësoj dhe kjo bëhet vetëm me frym, nuk bëhet as me vul, as me logo, por vetëm me frym dhe me bindjen që demokratët do kenë tek kjo alternativë e cila do mund të bëjë të mundur bashkimin e gjithë demokratëve ta bëjë PD më të madhe. Zonjë Balliu, duket se ka një seri sulme që vijnë nga kreu aktual i Partisë Demokratike në drejtim tuaj. Jo më larg se dje ka ardhur dhe një sulm tjetër ku ju drejtua me fjalë tepër të rënda. Keni diçka për të thënë? Pa diskutim që me ato fjalë që më drejtohet mua Sali Berisha, faktikisht duhet i referohet birit tij, sepse i biri i tij është ai që bën pazar në kurriz demokratëve, i biri i tij është ai që pasurohet në opozitë, i biri i tij është ai i cili fishon lekët ndërkohë demokratët varfërohen, dhe pa diskutim që Enver Hoxha dhe Ramiz Alia do ishin krenar që Sali Berisha u rizell sërish në krye të Partisë Demokratike, sepse kështu do kishin të mundur pa diskutim planin e tyre për shkatrimin e të djathtës shqiptare. Për mua Sali Berisha ka mbaruar me politikën dhe kryetari në hije i Partisë Demokratike është djali i Sali Berishës, i cili drejton në hije PD-n, bën pazare në kurriz demokratëve dhe po çon drejt denigrimit Partinë Demokratike. Konvendi kombëtar i Partisë Demokratike është thrirur për fundjavën që vjen. Mendoni që do ketë ndryshime, do ketë risi? Është procedurë ku Sali Berisha do rikonfirmoj besnikët e tij, kukullat e tij, lodrat e tij, të cilët do shërbejnë si mbyllur
kryetari i tyre, i cili është jo legjitim dhe për mua si këshilli kombëtar si kryesia janë fars, janë procedurë e cila nuk është që prodhon ndryshimin real të së djathtës apo të demokratëve, por thjesht ruan status quo-n e vendosur nga Berisha tek besnikët e tij, pasi gjithë procesi është fars dhe është antiligjor. Teksa i referohemi garës, duket se ka një bindje të brendshme nga ish funksionarët e lartë të Partisë Demokratike, të personave shumë pranë Partisë Demokratike që largimi juaj nga gara ishte i padrejtë. Kur merrni këtë lloj mbështetje edhe nga këta persona, nga këta ish funksionar, ju mbush me besim për të ardhmen? Unë pa diskutim që jam me besim plot për sa kohë jam betej dhe për sa kohë të kem frym, pa diskutim që do vazhdoj betejën time për idealet dhe për bindjet në cilat unë besoj. Unë këtë betejë e bëj për shqiptarët, e bëj për demokratët, e bëj për demokracinë në vend, pasi sot garantuesi më i madh i pushtetit Ramës quhet Sali Berisha. Dhe pa diskutim duke parë që përballë kemi një autokrat si Rama që është kthyer shtetin komunizëm, pa diskutim që vendi ka nevojë për një opozitë reale, një opozitë fortë, jo për një garantues të pushtetit Ramës, që është shoku Sali. Ju thatë, ose më sa keni thënë nëpër media që keni marrë propozime nga zoti Sali Berisha dhe personave që qëndrojnë afër tij që të heshtni dhe të qëndroni krah tij. Nuk bëj kompromise. Cilat janë këto propozime dhe do i qëndroni deri në fund kësaj beteje? Unë nuk bëj kompromise me parimet e mia dhe pa diskutim që betejës time do t'i qëndroj deri në fund dhe Sali Berisha do më ketë përballë politikisht deri në fund. Zoti Sali Berisha, siç e thamë, është pozicionuar kundra jush në fillim ku ju shprehet ambicie për të qenë në këtë garë, por teksa jemi në këtë lloj faze dhe në këtë gjendje që është Partia Demokratike, ndjeni keq kur shikoni që ka shumë deputetë që heshtin edhe pse ndoshta mendojnë ndryshe. Kjo e konfirmuar edhe nga zoti Saliani, që tha një pjesë e madhe dërmuese e deputetëve të Partisë Demokratike janë kundra dhe kanë mbështetjen ndaj meje. Heshtja është bashkëfaqësi në opinionin tim. Dhe me heshtjen e tyre ato kanë bërë një zgjedhje individuale. Por gjithsesi unë nuk dua të gjykoj askënd pasi unë kërkoj demokraci dhe pa diskutim çdo njeri është i lirë të bëjë zgjedhjet e veta individuale. Çdo njeri ka të drejtë të zgjidhet dhe të jetë i zgjedhur. Dhe përsa ko unë besoj tek demokracia, besoj tek gara, besoj tek liria individuale për të zgjedhur dhe nëse heshtja është zgjedhja e tyre, është pozicionimi i tyre. A ka pasur persona pranë zotit Berisha ose vetë zotit Berisha që ju ka kërkuar të takoni, të keni një lloj bisedimi me të? Nuk, zoti Berisha dhe unë nuk kemi pasur kontakte personalisht. Dhe nuk dua të kem kontakte për sa kohë nuk përfaqësojmë më të njëjtën ide politike, për sa kohë nuk përfaqësojmë unë jam figurë e re, figurë e pa korruptuar dhe zoti Berisha përfaqëson damkën e zezë të korrupsionit. Bjem dakord që nga zgjedhje Partia Demokratike është rrulur, por teksa kemi përballë një tjetër garë, siç janë dhe zgjedhjet lokale dhe megjithas mund kemi prap një rezultat zhgënjyes brenda Partisë Demokratike në të gjitha bashkitë e vendit. Mendoni që rrudhja e Partisë Demokratike në një të ardhme do të jetë në dëm të figurave të reja si puna juaj, si puna e zotit Saliani, që do kenë shumë vështirë për të arritur atë frymëzimin popullor? Jo, ne do ta kemi shumë të lehtë për të arritur pa diskutim frymëzimin popullor, pasi populli është i qartë dhe sot e ka një gjë shumë qartë që me Sali Berishën nuk fitohet. Me Sali Berishën Partia Demokratike nuk vjen në pushtet. Dhe pa diskutim që janë ato qytetarë dhe do jetë fryma atyre qytetarëve e atyre demokratëve e cila do revoltohet dhe pa diskutim do na bashkohet, sepse ne jemi në anën e duhur të historisë, jemi me të vërtetën dhe përfaqësojmë pa diskutim zërin e vërtetë të demokratëve dhe jemi individ cilët kemi thënë të vërtetën pa frikë, pa kompromise dhe po luftojmë për një PD e cila të jetë alternativë për të mundur pushtetin nesër. Kështu që përballja jonë me Sali Berishën është shumë e lehtë, sepse ne jemi me të vërtetën dhe Sali Berisha sot përfaqëson gënjeshtrën. Ne përfaqësojmë diçka të re
në cilën duam riformatimin e Partisë Demokratike, demokratizimin e çdo strukture në Partinë Demokratike, duam që fituesit premiohet dhe pa diskutim mos jenë humbësit ato që të na përfaqësojnë. Jemi pro ndërkombëtarëve, jemi pro institucioneve të drejtësisë, kurse Sali Berisha është e kundërta. Dhe pa diskutim qytetarët, demokratët do dinë të bëjnë balancin dhe do jenë të zgjuar të bojkotojnë një herë për gjithmonë Sali Berishën, i cili ka 36 vite në krye të Partisë Demokratike, ka 36 vite në politikë, është një ndër figurat protagonistë këtyre 36 viteve dhe nuk ka çfarë jep më, sepse koha e tij politike ka mbaruar. Akuzave të zotit Sali Berisha që thotë që ju dhe zoti Saliani jeni mësyrë në këtë lloj betejë nga kryeministri Edi Rama dhe nga Partia Socialiste, si do i përgjigjeni? I përgjigjem që këtë betejë kam hyrë vetëm nga padrejtësia që ti bëre me demokratët, Sali, sepse ti nuk respektove primaret, sepse ti fute dështakët cilët prodhuan humbjen spektakolare të majit në 2025. Ti je fajtori dhe ti je i pabes dhe je jo burri i cili nuk pranon humbjen. Dhe mbi të gjitha nuk respekton statutin, nenin që e ke propozuar dhe e ke votuar vetë në partinë tënde. Gjithë padrejtësia që ti bëre në kurriz demokratëve, mua më shtyu të ndërmerja këtë, nisëm dhe të reagoja. Nuk ka lidhje fare shpifjet cilat ai artikulon me zë, sepse do të manipuloj opinionin publik, por këto stilet e vjetra, xhaketave të vjetra nuk pinë më ujë. Sot ne kemi lirinë për të shprehur dhe kemi të drejtën të dëgjohemi dhe më pas do jenë demokratët dhe populli cilët do na gjykojnë. Duke qenë se ju përmendët primarit, mendoni që precedentet që kanë ndodhur në primarit e kaluara, ju jeni një nga ta që edhe keni pësuar nga primarit, e kanë humbur të gjithë besueshmërinë e këtij procesi, pra duhet dalë me një proces tjetër në zgjedhjet e ardhshme? Patjetër, mjafton këtë doj kryetari, do vihet. Ne pam qartë primaret e kaluara. Çfarë dëmi i ka bërë Sali Berisha demokratëve në këtë kohë, në këto vite që ai është në kryet e saj, paktën vitet e fundit? Po tani nga 30.000 vota që ishim me Bashën, jemi 300.000. Tani forca më e madhe në vend ka arritur në një rezultat më të keq se ajo e vitit 1997. Nuk po vim pushtet, demokratët kanë 13 vite, po mbartin problemet personale të zotit Berisha që janë me drejtësinë me ndërkombëtarët. Dhe Partia Demokratike ka nevojë të çlirohet dhe ka nevojë mbi të gjitha të riformatohet. Ka nevojë të ketë një imazh të pastër, një imazh të pakorruptuar, një imazh sfidues dhe një imazh fitues. Zoti Saliani doli ditën e sotme ku tregonte fakte sipas tij që ka pasur një numër të vogël pjesëmarrjeje në procesin e votimit të së shtunës. Mendoni që do dilni me hapa të tjerë konkret, ndoshta bashkarisht, keni një bashkëpunime me të si po qëndron? Patjetër që po, bashkëpunimin jam e hapur me ngjashmit e mi, me individ që bëjnë luftë për kauza, jo për post personal. Pa diskutim që do ketë mbledhje midis zotit Saliani dhe shumë demokratëve, në të cilat pa diskutim do jenë prezente, sepse te kjo kauzë jemi për të mirën e përbashkët dhe jemi për një qëllim që është demokracia, që është Partia Demokratike, që është gara dhe pa diskutim që PD-ja të jetë fituese. Po flitet shumë në mediat, paktën së fundmi, që në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike do të ketë disa ndryshime, të paktën në numrin 2. Flitej ditën e sotme për një ndryshim mes zotit Noka dhe zotit Kliçi. Mendoni që me këtë lloj ndryshimi do të ketë një lloj afrimi edhe me ju që jeni të pakënaqur brenda kësaj force politike? Unë nuk e njoh procesin. Procesi për më është farës që nga zgjedhja e kryetarit. Dua të kaloj fare tek pjesa, ta thash çfarë Këshilli Kombëtar për mua, kryesia, çdo gjë që do zgjidhet, është pjesë e farsës cilës të gjithë ishin pjesë, që është farsa e rizgjedhjes padrejtësisht Sali Berishës kryetar. Çfarë do ta rikthente Alesia Balliun sërish pjesë të Partisë Demokratike, pjesë integrale e saj, pjesë aktive e Partisë Demokratike. Thjesht për sa kohë kjo parti drejtohet nga garantuesi i Edi Ramës, që është Sali Berisha, atëherë nuk ka vlerë kauza, sepse është e shitur. Kështu që Alesia Balliu është pjesë e PD-s, është demokrate, por nuk është pateric
e garantuesit pushtetit Ramës që quhet Sali Berisha. Po ashtu, brenda Partisë Demokratike lejohen fraksionet, kjo të paktën e thënë Jo, edhe nuk lejohen në fraksionet. statut. Nuk lejohen fraksionet, statuti mund të thotë shumë gjëra, sepse statuti i tha dhe që Berisha nuk rikandidon dhe rikandidoi. Do të thotë që kjo parti nuk respekton ligjin, nuk respekton statutin, nuk respekton demokratët, nuk respekton antarët. Kjo parti respekton vetëm dëshirën e garantuesit pushtetit Ramës, Shokut Sali. Kështu që fraksionet Shoku Sali nuk i lejon dhe çdo person i cili guxon të thojë të kundërtën, ai e përjashton. Kur e nisëm këtë podcast sot bashkë, ta thash që thelbi i demokracisë është e drejta dhe liria e mendimit ndryshe. Gjë që ka vdekur në Partinë Demokratike, sepse nëse do respektohesh mendimin ndryshe, pa diskutim do ekzistonin fraksionet dhe pa diskutim do ishte një grupim i fuqishëm i cili do lobonte për interesat e demokratëve dhe për qytetarët. Dhe vetëm ashtu do mobilizoheshin qytetarët pro Partisë Demokratike dhe do ishin mas. Po ta vësh re, Sali Berisha është braktisur nga antarët e Partisë Demokratike, është braktisur masivisht edhe në protesta, është braktisur në votime dhe sot ai po feston vetëm diçka fillimin e fundit të tij. Edhe pse nuk lejohen fraksionet, ju vetë ndiheni si pjesë e një fraksioni? Unë ndihem pjesë e një pjesë të demokratëve, cilët duan të luftojnë për Partinë Demokratike dhe cilët duan që kjo parti të jetë në shkëlqimin e duhur dhe të jetë e denjë për t'i shërbyer qytetarëve dhe për mos të ruajtur pushtetin e kryetarit. Alesja Balliu, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.